Lejoni të them që javën të hënën, seancën e kaluar, keni shkelur rënd rregulloren sepse më keni mohuar të drejtën e fjalës. Më mohuar të drejtën e fjalës për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse do flisja në këtë parlament ku të gjithë heshtni dhe bëni sikur nuk shikoni, po jo vetëm kaq, po dhe i sulmoni ata të rinj dhe të reja që kanë dalë të protestojnë kundër jush, kundër këtij parlamenti, kundër vjedhjeve, kundër abuzimeve. Dhe jo vetëm që nuk i dëgjoni, jo vetëm nuk i respektoni, jo vetëm nuk i mbështesni, por dhe i sulmoni. Nazist, serb, grek, rus i quani. Dije ju quat edhe policin që t'i ndalonit. Ky është një turp i vërtet. Nuk e blokoni dot parlamentin për interesin tuaj. Duhet t'i jepni llogari. Duhet t'i jepni llogari ndaj qytetarëve. Për abuzimet, për vjedhjet. Nuk vazhdohet kështu. Tani, ka një nen kjo rregullore, zonja nënkryetare, nëse dini të lexoni. Seance përjavshme pyetje përgjigje me kryeministrin. Kemi bërë një kërkesë. E di që keni rënë dakord me njëri tjetrin që rregulloren ta shkelni si t'ju do qefi. Si për shumë gjëra të tjera. Si keni bërë për pronat, për çdo lloj abuzimi në këto 35 vjet. Po ka një rregullore drejt marri. Kryeministri duhet të vi këtu të japi llogari. I kemi ngritur 2 pyetje, ju jemi drejtuar me një shkresë sipas rregullores. Dhe keni ignoruar totalisht. Pse nuk është caktuar të mërkurën kjo seancë? Është e parashikuar në rregullore. Nëse kërkesa vjen brenda të hënës. Duhet caktohet seanca. Kryeministri duhet të vi këtu e t'japi përgjigje. Dhe jo të mbledhi grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe të sulmoj protestuesit. Është një skandal i vërtet ajo që po bëni. Sepse doni të fshini vjedhjet tuaja, abuzimet tuaja. Doni të dhunoni qytetarët. Tani keni filluar me polici private. Është një turp. Ndalni këtë sjellje. Parlamenti nuk është juaj. Është i qytetarëve. Vendoseni në shërbim të qytetarëve. Dhe jo të vjedhjeve. U ka ardhur fundi. Ka vajtu kur s'man më. Mjaft u pasuruat. Mjaft. Me rezorte, me prona, me vila, me hotele. Mjaft. Jepi një fund. Zonja Zhuba, keni kërkuar fjalën procedurë? Zonja nënkryetare, kam kërkuar një interpelancë urgjente me Ministrin e Mjedisit pikërisht për çështjet e zonave të mbrojtura dhe të Zvërnecit. Ky vend ka dhe Ministër Mjedisi, nuk ka vetëm Ministër Ndërtimi dhe Infrastrukture, dhe të vijë dhe të japi llogari shqiptarëve çfarë projekti është, ta mbrohen zonat e mbrojtura. Ku e keni Ministrin e Mjedisit? Pse nuk është futur në rendin e ditës interpelanca urgjente? U mësuat ju, kolegë, që nuk pyesnit, betonizonit çfarë të donit, bët gjirin e manastirit atje kompleks, nuk pyetët që ishte në zonë të mbrojtur, dhatë Butrintin me koncesion, nuk pyetët fare, bët aeroportin e Vlorës në një zonë të mbrojtur, nuk pyetët. Sot doni të hyni nartës me kokë dhe nuk pyesni. Po harruat që shqiptarët nuk e duan ta tregojnë Shqipërinë si një prallë me flamingo të cilat kanë ekzistuar dhe t'ja u tregojnë fëmijës vetëm plastik edhe në përkopshe zoologjik, por luftojnë për Shqipërinë.
Luftojnë për Shqipërinë dhe sot janë quar. Për një betejë në fakt që unë personalisht e kam nisur shë me Butrintin, Partia Demokratike ka quar në gjykatë kushtetuese ligjin e zonave të mbrojtura 21-2024 dhe ju zotëri, për turpin tuaj e keni miratuar. Sot ja kërkon Bashkimi Evropian juve ta hiqni. Ju kam sjell ligjin, nuk e keni fut as në program. Pse nuk e keni fut në program? Ja u kam sjell që në 14 maj, është një nga kërkesat e protestuzve. Protestus të ndershëm, shqiptar, jo grek, jo sërb, jo rus, jo agent. Janë shqiptar ata që ju dhimbset Shqipëria. Se turizmi qëndrueshëm, nderuar koleg, shikoni standardet e Bashkimit Evropian, është me mjedis të qëndrueshëm. Ashtu zhvillohet Shqipëria, duke respektuar mjedisin dhe duke ndërtuar sipas standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Nuk ka turizëm qëndrueshëm me beton të qëndrueshëm. Nuk ekziston. Ti themi fëmijës që këtu ka qenë një lagun, këtu ka qenë një liçen, këtu ka qenë një zonë e mbrojtur, tani është vila këti, resorti këti, pallati këti. Kjo është historia që doni t'i tregoni ju shqiptarve, por në fakt ju sot duhet të tërhiqeni dhe duhet të trëmbeni nga shqiptarët e ndershëm që protestojnë atje për te çdo partie, për te çdo krau politik, sepse i bashkon një gjë e vetme, Shqipëria, interesi i Shqipërisë. Nuk mund na thoni ju janë anti-zhvillimit se kërkojnë të respektohet mjedisi, të respektohet ajo që ka ndërtuar natyra në mijëra vjet dhe ju doni ta prishni në 10 ditë. Nuk mund na thoni që po bënit studim mjedisor me buldozier dhe po mbronit mjedisin me... Zonja Zhupa, ju e keni dorëzuar interpelancën tuaj, urgjente, dhe unë po ju lexoj vetëm pikën 2 të nenit 97. Interpelanca për çështje urgjente, si rregull, depozitohet në kuvend jo më vonë se ditë në hon në orën 2. Ju e keni dorëzuar ditën e martë dhe në seancën e radhës do t'jetë interpelanca juaj urgjente. Ju lutem, uluni ju lutem. Fjalën e ka zoti Kapri përsëri për procedurë, ju lutem për mbrauni procedurës, ju lutem. Zonja Zhupa, në bazë rregullores, herën tjetër është interpelanca juaj. Zoti Kapri, ju lutem për mbrauni procedurës. Zonja Nënkryetare, guximi juaj për të shkelur rregulloren dhe kushtetutën është për te imagjinatës. Kemi bërë, përveç se na mohoni të drejtën e fjalës të parlament, që keni bërë disa herë, ju mohoni dhe neni 95 të kësaj rregullore, e cila bazohet në kushtetutën e vendit. Dhe neni 95, pika 1 thot, një herë në javë të mërkurave zhvillohet seanca e përjavshme e pyetje përgjigjeve jo më shumë se 60 minuta. Kemi bërë pyetjet për kryeministrin dhe duhet vi këtu kryeministri. Nuk kemi asnjë përgjigje. Në bazë të nenit të kësaj rregulloreje, kryeministri nuk mund të delegojë dot. Por ju as të nuk e bëni dhe nuk e mblidhni seancën e të mërkurave për të dhënë kryeministri llogari këtu 1 orë përpara deputetëve. Dhe ky nen është vendosur dhe me dakordsinë e faktorëve ndërkombëtar dhe kur nuk e keni respektuar. E kemi sjell kërkesën në parlament, ju lutem, silleni kryeministrin në momentin më të parë të mundshëm. Së dyti, kemi bërë dhe një kërkesë për interpelancë me ministrin e Brendshëm për dhunën që ka ndodhur në Zvërnec dhe në Rjoll. Tani, me që dhe ministri që nga në telefon dhe pas ka shumë të rëndësishme telefonatën, zoti minister, kryeministri deklaroi dje në median më të njohur ndërkombëtare, CNN, që jemi në një luftë hibride. Shqipëria është në sulm nga armiq që i njohim shumë mirë. Ministri drejton antiterrori në Shqipëri. Dil jep llogarinë të vënd se kush po e sulmon Shqipërinë. Zoti minister, në 1990 kur rinia e Shqipërisë mbushi rrugët e Tiranës, e ka mbush Tiranën me parulla Enver Hitler. Nuk guxoi Ramiz Alia t'i cilësoj shqiptarët nazist. Dhe këtë e bëri Edi Rama, zoti minister. Dhe dje, policia juaj, në mënyrë të palajmëruar, bllokoi bulevardin. Pse bllokoi bulevardin? Pse i sulmoi protestuesit me ujë dhe me piper? Dhe nuk e mbajti dot atë gardh. Nuk e mbajti dot. Zoti minister, hoqi licencat e disa kompanive në Zvërnec
preket policinë e Vlorës, po në rjoll nuk e pat dhunën e policisë private ju? Nuk e pat se si policia ka marrë zvarë nëna me fëmijë dhe grashta të zana, edhe kundër vendimeve të gjykatave? Prandaj, zoti ministër, lejeni këto dopjo standarde, nëse ke guxim, jep dorëheqjen për provokimin që u bëre dje rinisë shqiptare, që s'ka pas guxim ta bëj as diktatori i fundit, i quajtet nazist, i keni quajtur grek, serb, për turpin tuaj dhe ky do të jetë fundi juaj. Jep dorëheqjen aty. Zoti Kapri, në lidhje me akuzën për shkeljet kushtetutës, në seancën e kaluar ka qenë seanca kushtuar qytetarëve. Edhe ju, edhe zoti Shehaj, ju është thirrur emri në kohën që keni patur për diskutuar dhe nuk keni qenë prezent në sallë. Në lidhje me nuk ka procedurë në seancën kushtuar zgjedhësve, o zoti Kapri, kemi diskutuar disa herë. Pika e dytë, keni dërguar një kërkesë për seancë pyetjesh e cila është planifikuar dhe do të zhvillohet në seancat pasardhëse. Kështu që ju lutem, kur akuzoni, kur akuzoni, mendoni që edhe ju e keni shkelur rregullore. Atëherë fjalën e ka zonja Tabaku për procedurë. Ju lutem përmbahuni procedurën. Zonja drejtuese e seancës, faleminderit. Së pari un kam dy çështje për procedurë për të ngritur. Së pari për protestën e djeshme, në fakt shumë të rinj, qytetar, njerëz me parti, pa parti u përballen me dhunën e qeverisë, me cilën protestuesit e Partisë Demokratike kanë 12 vite që përballen. Nuk ndjehem mirë kur shoh qytetarë shqiptar që përballen me këtë lloj dhune, po në fakt shërben edhe për të qerë pak fytyrën e kësaj propagandës dhe kësaj arrogancës që ka arritur limitet sot. Për çështjen e Zvërnesit dhe të Nartës unë do flas pak më vonë dhe për qëndrimin tim për një betejë gjatë Partisë Demokratike, por sot dua të ngrej dhe të kërkoj edhe si zëvendës kryetare e Komisionit Parlamentar Stabilizim Asociimit, po njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Drejtave të Njerëzit dhe mjeteve të informimit, transparencë për konferencën e 8 ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian. Ne nuk kemi asnjë informacion për detyrimet përmbyllëse, ne nuk kemi asnjë listë ligjesh që do diskutohen në parlament. Ne nuk kemi absolutisht asnjë listë detyrimesh përmbyllëse për secilin prej kapitujve. Partia Demokratike nuk është numër këtu në parlament dhe të na thoni ky ligj është për integrimin, ky ligj nuk është për integrimin dhe hajde miratojeni. Ne duam një debat kombëtar për të gjitha detyrimet dhe ligjet që do kalojnë këtu në parlament. Ne duam transparencë, mbështesim të gjithë shqetësimet e shoqërisë civile, 30 organizatave që kanë ngritur dje për proces ligjor të hapur, për ligje që nuk duhet bëhen shpejt, që nuk duhet bëhen keq. Në emër të Partisë Demokratike kemi ngritur dhe një grup pune në Komisionet Drejtave të Njerëzit për të punuar për ligjet e medias, për të dhënë kontributin ton, por ne duam që ky proces të jetë një proces kombëtar, jo një proces i mbyllur, jo një proces politik i qeverisë, por një detyrim që e ka e gjithë shoqëria shqiptare. Jemi angazhuar me kohë për ta bërë këtë, kemi kërkuar në të gjitha instancat që kjo të ndodhi dhe të mos përsëritet ajo që ndodhi në shtatorin e shkuar. Kemi dhënë kontributin tonë për ndryshimet e kodit penal dhe nuk u morën parasysh, i ke detyrim aty një bar. Kemi dhënë kontributin tonë për shumë ligje tjera të cilat nuk janë marrë parasysh, i ke detyrime aty në i bar. Duhet që ky të jetë një proces gjithëpërfshirës. Në grup kapitullin e parë që është përgjegjës dhe komisioni që unë drejtoj, ne kemi kërkuar që në momentin e parë që të hapim një debat publik. Për median së pari, po njëkohësisht dhe për çështjet e tjera drejtave të njerëzit. Së dyti, i kemi bërë ftesë organizatës Reporterët pa kufi që do vinë do të raportojnë në parlament javën e ardhshme. Unë e kuptoj që kryeministri i Shqipërisë kërkon që ato të kenë një debat me të, po ato do ta kenë debatin në parlament me datën 22 qershor. Kushdo që është interesuar të bëhet pjesë, le të vijë atje. Kemi kërkuar një debat me të gjithë organizatat e shoqërisë civile për kapjen e medias në Shqipëri dhe problemet që ka media. Por qeverisë shqiptare, parlamentit, i kërkojmë që të na sigurojë një listë të plotë të gjithë ligjeve që janë. Faleminderit zonja Tabaku, po edhe ne jemi të interesuar edhe në bazë të informacionit që kam shumë shpejt do të vi lista e plotë